أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, Allahun e madhëshëm me falëndrim me të gjitha falëndrimet dhe lavdërimet të cilat i meriton madhëria e tij. Salavatet dhe selamet ja dërgojmë njeriu më të mirë në fytyrën e tokës, vulës së gjithë pejgamberëve. Njeriu më të dashur të Allahu Dhu Xhelal, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë këshill para xumaje, du me nda me ju disa mësime dhe porosi dhe sqarime të cilat dalin nga një ajet kuranor. Pasi që besimtari duhet jeton me Kur'an, edhe të mëson nga Kur'ani dhe të reflekton prej Kur'anit, mundohemi që në këto tubime dhe këto mezhliset para xumas t'i paraqesim para jush disa ajete kuranore të cilat janë edhe rregulla të rëndësishme të menaxhimit të jetës. Sepse Kurani fisnik është libër i cili në ndihmon të gjithë neve me jetu një jetë të mirë në këtë botë fillimisht, pastaj edhe me fitu xhenetin në ahiret. Pra nuk është libër që flet vetëm për jetën pas vdekjes. Nuk është libër që flet vetëm për çështjet metafizike. Por është libër që flet për jetën tonë të përditshme. Edhe në xhami, edhe në shtëpi, edhe në fabrik, edhe në qarshi, edhe në biznes, edhe në ekonomi, edhe në politik, edhe në çështjet shoqërore, të gjitha aspektet, Kurani fisnik është libër i cili flet për këto tema. Dhe andaj, ky ajet kuranor që gjendet në surën Al-Qasas, ajeti 26, na ndihmon neve në ndërtimin e kritereve për përzgjedhjen e udhëheqësit. Cili njeri e meriton me kon i pari i familjes, i pari i kabiles, i pari i mahallës, i pari i komunës, i pari i shtetit, i pari i xhamis, i pari i organizatës. Pra, kudo që ka dikush që ka më udhëheq, cilët janë kriteret, cilët janë kushtet që ai duhet me i plotësu për me adhon atë vend. Apo, kush është ma orator, kush është ma manipulator, kush ndan ma shumë pare, kush është ma i hershëm, kush ka ma shumë autoritet, janë kritere që sot njerëzit i përdorin edhe kushte për me zgjedh dikant të parin. E ta shohim çka thot Kurani Adhimushan, ky libër madhështor për këtë mesele. Allahu Dhu Xhelal thot në Kur'an në ajetin 26 të surës Al-Qasas, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Ky ajet është një pjesë e ajetit më të gjatë ku një bi e mençur e një babës plak ja thot këtë porosi, ja abeti, ista'jirhu, o bab, që këtë djalë të fort e ndershëm e besnik, merre roktar, se ti e plak, djalë s'kije, veç neve dy vajzave na kije, e na s'mujna misos punë të shpis,
pa e pas edhe një krah burin këtë shtëpi, e na duhet një rrogtar. E nëse don me zgjedh këtë rrogtar, që ky qenë ka rrogtari më i mirë. Pse? Se el-Qawiul Emin është i fortë psikofizikisht dhe është besnik. Pra, ky ajet kuranor, sikur se e përmendëm, erdhi si rezultat i një shërbimi të cilin Musa alayhi salatu wassalam i e bëri këtyre dy vajzave kur i pa se këto presin rend me u dhon ujë bagtis që kishin. E se nishin rend pi burave, e këto vajza me nder, me moral, me turp, me mare, supërzishin me burat e huj, e prishin anësh. E u desh me intervenu Musa alayhi salatu wassalam, edhe me amush atë koritën me uj, e ata mi dhon uj baktise vetë, edhe me u këthit e babaj vetë. Kër u këthit e babaj vetë, i thanë, na erdhëm herët se një bur i mirë na nimoj e na e përshpejtoj procesin. Edhe ja thamë asaj që këtë fjalë, ja ebet ista'gjirhu inna khejre men ista'gjert el-Qawiul Emin, o bab, mere që këtë djalë për rrogtar, se me të vërtet nuk ka rrogtar më të mirë se ai i cili është i fuqishëm edhe është besnik. Çka do të thonë el-Qawi? Ulemat e tefsirit kanë thonë el-Qawiu fil amali, është i fuqishëm në zbatimin, në realizimin e punëve. Do thotë kur e merr përsipër një punë, e çon në vend, do thotë si duhet. E para dhe dyta, wal amin, besnikëria amaneti, el amanatu fi adaihi ala wajhi al matlub. E kryen punën sigurisht, po e kryen në formën më të mirë të mundshme. Do thotë edhe arrin qëllimin, po edhe procedurën sipas të cilës e arrin qëllimin, ja jep hakun. Kjo do më thonë një zanatçi, kur e merr ti me ta bën një punë, shef, a është i fortë fizikisht, a mundet ai me majt mistrin me dorë, me majt kacin me dorë, me majt, do thot, materialin me dorë. E para e dyta, kur ta bën atë punën, a jep hakun, apo e bën shkele shko. Jo valla jep hakun, mundohet si artist me punue. E që kjo është emaneti. Edhe na, në kohën e fundit, jemi sprovu prej mas narti, të kryetari i shtetit, deri mas poshti, të një punëtor për një punë të përditshme që e kemi, që mos me pas as një nëncilësi, as një në kusht, as me qenë i fuqishëm, po as me qenë me amanet besnik. Ose nëse e shef se është i fuqishëm, i mungon amaneti. Ose nëse ka amanet, është i dopt, s'ka fuqi me qunë vend punën e vetë, e kështu me radhë. Andaj ulemat kanë thonë, ky ajet i nxori në shesh këto dy kritere si fjalë e një gruës të mençme, e një vajzës të mençme. Edhe kjo vajzë ja tha babës vetë, merr në këtë djalë në rrogtar, se me të vërtetë kjo është i fortë, edhe është me emanet, edhe ulemat pastaj këtë ajet kuranor e kanë zhvilluar, e kanë përpunuar dhe e kanë sjell me qenë një rregull kuranor i cili na ndihmon të gjithë neve me i përzgjedh të partë tonë sipas tyre kushteve dhe kritereve. E fatkeqësisht shpesh herë neve na mungojnë ky filtr edhe kjo metodologji në përzgjedhjen e të parëve tonë. Edhe na nuk e shohim hiç këtë punë, momenti kur e votojmë dikan. Çfarë do lloj niveli të votimit? Brenda familjes, brenda mahallës, brenda organizatës, brenda komunës, brenda ministrisë, brenda qeverisë, brenda shtetit, çfarë do niveli? Na nuk e shohim asnjërin prej këtyre dy kushteve. As a është i fuqishëm, edhe ka fuqi psikofizike me arrit qëllimin e vet, e as
pjesën e dytë, a ka amanet, edhe si ka mundësi ai njeri me e kry këtë detyrë në mënyrë të përsosur. Këta dy kritere që i ka përmend vajza e Shuaibit në këtë ajet, janë përmend në Kur'an në 3 raste. Rasti i parë, Allahu Dhu Xhelal me fuqi dhe amanet e ka përshkru edhe Gjibrilin a.s. Pse ka përshkru Gjibrilin a.s. me fuqi dhe me amanet? Sepse ai e ka marrë përsipër një detyrë shumë të madhe. Detyrën më të madhe që mundet me marrë një melaçe. Cila është detyra të cilën e ka pas përsipër Gjibrili a.s. Bartjen e shpalljes të Allahu Dhu Xhelal, e fjalëve të tia, porosive të tia, amaneteve të tia, i ka marrë për të Allahu Dhu Xhelal dhe i ka pru të njerëzimi. Edhe kjo është angazhimi më i madh që ka mujt një melaçe me pas. E për me pranu këtë amanet edhe këtë detyrë në formë të përsosur, atëherë edhe ky do të pas këto dy kritere, fuqinë edhe amanetin. Në surën Tekwir, Allahu Dhu Xhelal thot: "Innahu laqawlu rasulin karim, dhi quwwatin 'inda dhil 'arshil makin, muta'in thumma amin." Shifa, si e përshkruan? Fjalë e një të dërguar i fisnik, Gjibril a.s. Dhi quwa, i cili është i fuqishëm, inda dhil 'arshil makin, dhe ka pozit tek Allahu Dhu Xhelal, pronari i arshit të tij, muta'in thumma amin, dhe është besnik. Respekton Allahun Dhu Xhelal dhe është besnik. Andaj forca dhe besnikëria, forca dhe amaneti ishin dy kriteret e Gjibrilit a.s. i cili e kishte marrë këtë detyrë kaq të madhe që fjalët e Allahut Dhu Xhelal me i prue tek pejgamberët e Allahut, e ata me ia përcjell pastaj njerëzimit. Dhe kanë thonë dietarët se forca dhe amaneti janë dy komponentet më të mëdha të suksesit dhe plotësisë. Dhe asnjëherë njeriu nuk ka mundësi me arrit sukses në punën e tij, edhe me qenë puna e tij e plot, pa mangësi, nëse mungon fuqia dhe mungon amaneti. Rasti i dytë është përmend tek Jusufi a.s. Jusufi a.s. kur e pa Egjiptin në atë kohë se si po menaxhohet prej perandorit të asaj kohe, e pa se do të ketë krize ekonomike të mëdha, dhe nëse nuk e merr me menaxhu Ministrinë e Finansave, Jusufi a.s. ka me pas krizë të madhe jo vetëm Egjipti, po edhe rreth e përqark vendi, sepse në atë kohë Egjipti ka qenë perandori dhe ka pas fuqi të madhe ekonomike. Nëse ajo bie, atëherë normalisht shtetet e vogla bien edhe më lehtë. E çka thot Jusufi a.s.? Thot: "Ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafidhun alim." Mua, i thot perandorit, faraonit që ka qenë mbret në Egjipt në atë kohë, mua bënëm ministër të finansave, kujdestar i thesareve të shtetit. Se nëse nuk bona unë kujdestar i thesarit, ministri i finansave, ky shtet ka me psu kollaps ekonomik. Se është mohabeti ndër lidhet me ato ëndrrën e 7 viteve të bereqetshme dhe 7 viteve të thata, edhe komentimin që e jep domethënë atyve lopëve që hanë njëra tjetrën, lopt, do thotë e dopta i hanë lopt e trasha, e i komenton Jusufi a.s. se vitet e varfënis kanë me qenë shumë të rënda, që këto vitet e begatis kanë mi hangur, domethënë, dhe nëse nuk përgatitemi na, e kena me pas vështirë me i kalu ato 7 vjet e dyta të varfura. Edhe të e pas parasysh se mbrenda 14 viteve ka me pas turbulenca ekonomike, atër e ka ofru vetë vetën, edhe i ka thonë perandorit të Egjiptit në atë kohë: "Ij'alni ala khaza'inil ard", mu bënëm ministrët finansave, mu bënëm përgjegjës për
pasurinë e shtetit. Pse jam, do vëdhët, se di me komentu andra, pse jam i heshëm, as njona nuk hinin në punë, as bukurie ti që normalisht e kishte bukurin të jashtëzakonshme, po as komentimi andrave që gjithashtu ishte një dituri, po e përmendi dy cilësi. Tha inni hafidhun alim, unë e ruja amanetin, edhe unë e di me menaxhu, kam dituri të menaxhimit të resurseve, finansave. Dhe andaj ulemat kanë thonë se edhe kujdesi, edhe dituria kanë të bëjnë me fuqin, edhe kanë të bëjnë me amanetin, që e bëjnë këtë njerit për shtatshëm dhe të aftë me marë përsi për këtë detyr dhe me menaxhue me kujdes. I kujdesshëm ndaj pasurisë. Nuk mashtrohem kur ballafaqohem me një buxhet të madh të ministrisë teme. Nuk mashtrohem kur ballafaqohem me tendere të shumta që duhet me ia dhon kompanive të ndryshme edhe unë me lyp përqindje. Komision. Nuk mashtrona unë nga pozita që kam e me tentue në përmes pozitës teme me bo miliona. Si që është realiteti në shumicën e shteteve balkanike edhe në shumë shtetet botës fatkeqësisht. Njerëzit hynë politik jo me shërby popullin, por hynë politik me u bo milionera. Me gjithë se të gjithë ata që punojnë biznes e din se është shumë vështirë me erit kapitalin. Duhet shumë punë, shumë mund, shumë lodhje, shumë gajle, shumë net pa gjumë, shumë vështirësi, shumë probleme, pengesa, krejt ato duhet me i kalu për me e akumulu, për me mbledh një kapital e me shëndru në miliona dhe shumë miliona. Nuk është letë. Mirë po, në vendet ku u jepen pozitat njerëzve që si kanë këto kritere, ata po thënë ndryshe, po thënë jo, s'është ashtu, shumë letë është mu bo milioner. Si, hinë politik, bo është milioner. Ama, një sen duhet me kuptu se cilin njeri. Ti ndoshta bo është shpejt milioner, po fundin e ki po shtrim. Fundin e ki në nëshmim. Edhe fundin do e kesh shkatrim për ty, pasurin tonë dhe familjen tonë. Edhe na e kemi shembullin e qartë në këtë shtetin tonë. Se si sa ministra, politikan, kryeministër, që kur ishin pozit, bëjshin çka dëshin ata. As kush përballë s'mujke me ju dalë. As kush s'mujke me i nalë, pse kishin pushtetin dorë. E pastaj erdhi puna që ai me ik pi shtetit vetë, që themi na si fjalë me fustan. Dhe më thonë, me u përvjedh, mësë me pas guximin me dalë me emën e mbi emën vetë, ose me dalë me kontrol të rregullt kufitare, po dasht me u maskue dhe me dikush me ndërhy, që me lëshuat me ik pi vendit vetë që ai ishte gjatë ko kryeministri ati shtetit. Edhe andaj porosi për se cilin musliman, se cilit të ri, që ka vullnet edhe entuziazëm edhe dëshirë me u marë me politikë, që me shërby vendin e vetë, mos gaboni me u mashtru me pasuri. Se mund të bësh pare shpejt, e para s'kimi i gëzu, e dyta kimi u poshtru. Edhe andaj porosia jonë si o gjallar për kejtë. Musliman dhe jo musliman që janë në politikë të na, është që kur ta merë një pozitën dhe pushtetin, kuptojnë si amanet. Edhe trajtone pasurin e shtetit si amanet, dhe rujnë atë ma shumë se rujnë pasurin tuj private. Nuk ka mundësi me ecë për para ky shtet, nëse ata që e kanë pushtetin, nuk ja kanë galet pasurisë pushtetit ma shumë se sa pasurisë të vete. Kjo është rregull. Edhe në gjitha shtetet e botës, edhe në gjitha etapat historike, kush ka vepru me ndershmëri, me amanet, me besnikëri, ai e ka qu shtetin për para.
Edhe kush e ka keq përdor pozitën e vet, ka manipulu me buxhetin e ministrisë, drejtorisë, agjencisë, kompanisë, ku ai e ka marrë si amanet, ai në fund u ka poshtruar, u ka nënshmuar edhe atë pasuri që e ka keq përdor ose e ka fitu me keq përdorim se ka gëzuar. Edhe rasti i tretë që përmend Kurani fisnik këto dy cilësi është rasti i Sulejmanit a.s. Njëjtë edhe Sulejmani a.s. ishte mbret dhe kishte fuqi të jashtëzakonshme, sepse kishte në sundim jo vetëm njerëzit, po edhe kafshët, edhe shpenzt, po madje edhe gjint. E tani erdhi një moment që ata që kishte rreth e përqark vetës, ti testoje kush prej tyre ka fuqi me krye një punë më shpejt. Cila është ajo punë? Në Yemen, a ky ishte në Palestinë. Në Yemen, domosdoshmë 2500-3000 kilometra larg Palestinës, ishte një mbretëresh e cila kishte bërë një shtet të fortë dhe kishte një ushtri të madhe edhe nuk u nënshtrejke. E Sulejmani a.s. do I kemi tregu asaj edhe parisë vetë se Sulejmani a.s. është më I fortë se ajo. Për shumë arsye. E para se është pejgamberi I Allahut, e dyta se është mbret, e treta se ka fuqi të jashtëzakonshme që si ka askush prej njerëzve deri në atë kohë. E I tha atyre që kishte për rreth, masi ajo nuk bindet vetvetiu, fronin atë karikën e madhe kurin mbretnesha, kush ka mundësi me ma pru mua këtu në Palestinë. E përmen Allahu Gjelal këtë në surën e Neml, ajeti 38-39, thot qala ja eyyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arshiha qabla an yatuni muslimin. Kush ka mundësi pi rrethit nga të afërt me ma pru fronin e saj para se me ata me pranu islamin ose para se me u dorëzu. Qala ifritu min al-jinni ana atike bihi qabla an takuma min maqamik. Njëri prej gjindve që kishte në shërbim e që ishte maj zoti, maj afti, maj shkafti, edhe kjo fjala ifrit për këti ajetit kuranor të përshkrimit për këtë gjindin ka nërë edhe përdorët në si fjalë popullore. Filoni është ifrit, I zoti, I shkaft. E I tha kjo ifriti, kjo gjini që ishte shumë I shkaft, I tha Sulejmanit a.s. Unë të bi fronin e saj ma shpejt se sa të I mqel e të I mqel sytë. Pse? Tha wa inni alehi le kawiyun emin, sepse edhe unë do jem I fort edhe besnik në këtë amanet që kam me marë. Andaj edhe ky gjini, I zoti I shkaft, I kishte këta dy cilësi, ishte I fuqishëm, po kishte edhe amanet. Se e merë në Yemen, edhe e man me fuqin e ti këtë atë front të asaj, dhe e bjerë atë shpejt në Palestinë, dhe ja bjerë si amanet Sulejmanit a.s. Dhe andaj të I pas parasysh o vllazni këto 3 ajete kuranore, në bëhet shumë e qartë se cili njeri të cilin na kemi dëshirë me zgjedh si të parin ton, duhet do mos do mi pas të dy cilësi. E koni fort në zbatimin e vendimeve të veta dhe në realizimin e projekteve të veta dhe në arritjen e qëllimeve të veta. E bën planin edhe ofron del një aty ma I zoti se ki thot s'bont kjo udhë. Pse be s'bont kjo udhë? Po mund pengon kjo udhë. Po të pengon tyja ma ketë katunin e një mon. Thot unë e tham s'bont edhe s'bont. E ti kryetari komunës, kryetari katunit, valla se nja prishi. Saj ma I fort se ti. Heq mësëre kryetar komune, kryetar katuni, nëse vjen dikush e të thot kjo punë zbohat. Pse se unë e tham, po kush jeti unë jam qytetari I thjesht. E ti ma I fort se unë që kam unë e pushtet. E fatkesisht neve në ka ndodhur shpesher në për mahallat tona, në për katunet tona, në për vendet tona, që një njeri I rëndomt
me dalë më i fortë se këtë pushteti. Edhe me pengu një projekt i cili është në interes të këtë mahallës, këtë katunit, këtë komunës, pse dikujt ja prish rahatlëkun ose interesin ati. E ky njeri zban me kon kryetar komune, as kryetar katuni, as kryetar xhamia, as kryetar organizate, as ministër, as kryeministër, sepse nëse çdo kush, çdo herë që don me realizu një plan të vetin, del dikush edhe i bërtet edhe i thot zbohet edhe e lën, cilin punë ka me sosaj. Asnjë punë. Dhe e dyta, amaneti. Muslimant përpara, kur i qeshin guvernator, udhëheqës të zonave, si me thonë, kush ka qenë Jugosllavi e din, Jugosllavia ka qenë e përbërë prej 6 republikave, kryetar të republikave, ose ta shtete bashkuara të Amerikës që janë domethënë 50 e sa shtete, edhe çdo shtet e ka kryetarin e vet. Andaj janë shtetet e bashkuara të Amerikës. Edhe shteti islam në atë kohë ka ndarë ne çtu me rajone. E ku e ka qenë dikan me qenë guvernator udhëheqës i një rajonit, ata e kanë pas adet me i thonë banorëve të atij vendit, që kjo është pasuria jeme me cilën kam ardhur, që ki ati që e kam shalu, që ke deve që e përdori, këto vend që i kam për më ushqy, edhe që ketë pasuri që kjo është e emja. Nëse kur e sosi mandatin tem këtu, dal me pasuri shumë ma shumë se kjo, ta dini se amanetin se kam qunë vend. Ta dini se kam keq përdorë detyrën. E nëse e marim në këtë rregull të këtyre kryetarëve musliman përpara që kanë qenë, me krahasu me atë që ndodh sot, nuk di kush pëton, kush del tamam. Andaj edhe njerë për ta përfunduar, Allahu Dhu Xhelal e ka përmend këtë bisedë mes kësaj vajzës dhe babës vet, dhe ulemat e kanë marrë si rregull të rëndësishëm shoqëror, ja abeti sta'jirhu, baba jem merre për rroktar që ke djalë të fortë, që ke djalë të mirë, fa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin, se më i miri të cilin e merr rroktar është ai që është i fortë edhe që është besnik. E inshallah na e mësojmë këtë mësim, edhe çdo herë që na vjen koha me votue, na del përpara kjo këshill, edhe zgjedhim atë që është i fortë në vendimet e veta dhe është amanetxhi, është besnik dhe ka frikë Allahut në amanetin që e merr përsipër, atëherë sigurisht se gjendja jon ka mundu shuka e mira inshallah taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.